nuk mbeti pa prekur nga këta lot. Por më vështirë pat vetë personazhi. Xhafer Kadiri nga Rahoveci u gjend përballë një aparate në tërshortën 98-s, pasi i u vranë dy komandantët, Xhelal Hajda Toni dhe Selajdin Molla Abazi Mici. E 14 vjet më pas, ish luftëtari i UÇK-s, që po përballet me vështirësitë e jetës, thotë se kur nuk e kishte pritur se një ditë puna do t'i vinte kështu. Për shefi, jo, si kom kushte, se une me pas kushte kisha bo një, kur i pak ma modern, ne kisha frenjt, pak që shduhet me frenjt. Që shtu frenjt. Pranon se as ambicjet nuk i ka pasur të mëdha. Kur s'ko menu më bo milioner, po me jetu, ta tri me jetu ma mirë se na që kemi jetu, me shku, me kri, a jo më shut bash, që shtut. Ish luftëtari që nuk merr asnjë ndihmë si veteran, megjithatë është i kënaqur me që po arrin t'i mbaj 4 fëmijët duke u marrë medele. Po që është me dalë me vjell, s'po muj. Do të merit atë mi, mos i kemi bo. Por kësi halle ekonomike e zhgënje me mungesën e mbështetjes kanë edhe shumë ish pjesëtarë të tjerë të UÇK-s. Madje një prej tyre, Arsim Berisha, 2 ditë më parë e vrau veten. Vëllai i tij, Vahedini, që është edhe kryetari i shoqatës së veteranëve të luftës në Rahovec, nuk e përjashton mundësinë që ai ta ketë marrë këtë vendim si rezultat i zhgënjimit. E si kryetar shoqate, ky tani ka një apel për drejtuesit e institucioneve. Të miratohet ligji për veteranët e luftës, sepse nëse neglizhohet ende kështu, besoj që kemi pas ale më vështirë shtartën, pas ale më vështirë ose tilla mund përshëritën. Sipas ish qëllimtarëve, që nga përfundimi i luftës më 1999 janë vetë vrarë me shumë se 20 ushtarë. E Xhafa që është i zhgënjur me udhëheqësit e shtetit, po jeton në kodrat e Rahovecit, duke i besuar besnikërisë së këtij qeni.